Në mesnat ndryshon gjithçka, a je gati për zjarrin? Mirë se vini, të dashur miq dhe shpirtra kërkues. Sot, më 19 mars 2026, ndodh një nga momentet më të fuqishme astrologjike të vitit, hëna e re në Peshqit në gradën 28, gradën e fundit të shenjës së fundit të zodiakut. Kjo nuk është thjesht një hënë e re e zakonshme. Është porta magjike që mbyll një cikël të tërë 12 mujor dhe na përgatit për lindjen e re që do të shpërthejmë me dashin. Në këtë video të gjatë dhe të thellë do të zhytemi së bashku në çdo detaj, do të zbërthejmë çdo energji, çdo aspekt planetar dhe çdo mesazh shpirtëror që na dërgon universi. Merrni një çaj të ngrohtë, uluni rehat, mbyllni sytë për një moment dhe le të fillojmë udhëtimin tonë në thellësitë e ujit të peshqve. Një fundi dhe fillimi i një cikli. Peshqit janë shenja e fundit e zodiakut, simboli i oqeanit të pafund, i shpërbërjes së plotë dhe i kthimit në burim. Kur hëna e re ndodh këtu, ajo nuk mbjell vetëm fara të reja, ajo së pari mbyll çdo gjë që ka mbetur pezull gjatë 12 muajve të fundit. Është si nata e fundit e një viti të gjatë, koha për të falur, për të lënë pas, për të pastruar shpirtin. Le të imagjinojmë së bashku, ju qëndroni në bregun e një deti të madh në mesnatë. Valet lajnë këmbët tuaja dhe marrin me vete çdo dhimbje, çdo iluzion, çdo lidhje që nuk ju shërben më. Kjo është energjia e hënës së re në Peshqit, një larje shpirtërore e plotë. Është momenti kur intuita juaj bëhet më e fortë se kur ëndrat tuaja flasin qartë, kur lidhja me dimensionin shpirtëror bëhet aq reale sa mund ta prekni me dorë. Për ata që kanë lindur në Peshq, Gafore ose Akrep, ky moment është si një kthim në shtëpi. Për të gjithë ne, është thirrja për të reflektuar, çfarë mbylla unë këtë vit? Çfarë dua të çliroj për gjithmonë? Çfarë dëshiroj të mbart në ciklin e ri? Ky është rituali i vërtet i mbylljes, jo me zhurmë, por me heshtje të thellë dhe me lotë shërimi. Kur mbyllim ciklin me vetdije, fillimi i ri me dashin do të vijë i pastër, i fuqishëm dhe i mbushur me dritë. 2. Pozicionet planetare, bashkimi i diellit dhe hënës në gradën 28 të peshqve dhe aspekti astrologjik me Uranin. Dielli dhe hëna janë në konjunksion të plotë në gradën 28 të peshqve, gradën anaretike, gradën e fundit të fundit, ku energjia arrin kulmin para se të kalojë në shenjën tjetër. Ky bashkim është si një martesë e shenjtë midis ndërgjegjes dielli dhe në ndërgjegjes hëna. Të gjitha synimet tona shpirtërore, artistike, empatike dhe humanitare lindin pikërisht tani. Por ja ku vjen magjia e vërtet, një aspekt astrologjik i bukur me Uranin. Uranusi është planeti i ndriçimit të papritur, i revolucionit shpirtëror, i ideve që ndryshojnë jetën në një sekond. Ky aspekt harmonik thotë, po, mund të ndodhë një çlirim i madh. Një ide e re për punën tënde, një sim shpirtëror që të bën të ndihesh i rilindur, një teknologji ose praktik e re meditimi që të çon në nivele të reja. Imagjino, në mes të qetësisë së peshqve, papritur ndizet një dritë blu elektrike. Kjo është Uranusi që të thotë le të ndryshojmë drejtimin, por me hir dhe me dritë. Ky aspekt astrologjik është dhurata më e madhe e kësaj hëne të re, ndryshime pozitive që nuk të trembin, por të çlirojnë. 3. Tensioni midis Marsit në Peshq, Saturnit dhe Neptunit në Dashi, shkëmbimi i energjive që kërkon diplomaci. Këtu fillon sfida e bukur. Marsi ndodhet ende në Peshq, veprimi ynë është i butë, i ëndërruar, pothuajse poetik. Por Saturni dhe Neptuni janë tashmë në Dashi, zjarri i ri, ambicia e re, realiteti i ri. Kjo krijon një tension delikat, si dy valë që përplasen. Njëra e qetë dhe e thellë, tjetra e shpejtë dhe e zjarë. Universi na thotë, duhet diplomaci, duhet balancë. Për më tepër, Marsi formon një aspekt jo shumë të favorshëm me hënën e zezë. Hëna e zezë është hija jonë e egër, pjesa e fshehur, e papranuar, themra e lirë që nuk pranon rregulla. Kur Marsi prek hënën e zezë, mund të dalin dyshime të thella, situata të paqarta, ndjenja tradhtie ose manipulimi. Mund të ndihesh i tërhequr midis dëshirës për të qenë i butë dhe impulseve të errëta që të thonë reago tani. Por mos u friksoni. Ky tension nuk është për të na shkatëruar, është për të na mësuar diplomacinë e vërtetë,
si të veprojmë me butësi pa humbur fuqinë, si të përballojmë hijen pa u futur në të. 4. Ndikimi pozitiv i Jupiterit, dhuratë natyrale e mrekullueshme e Marsit me Jupiterin në Gafore. Dhe ja ku vjen shpërblimi. Marsi formon një dhuratë natyrale të jashtëzakonshme me Jupiterin që ndodhet në shenjën e Gafores. Jupiteri është planeti i fatit, i zgjerimit, i besimit. Në Gafore ai na jep mbrojtje emocionale, dashuri familjare, siguri të brendshme. Ky trini është si një rrjet sigurie. Çfarëdo sfide që të sjell tensioni i mëparshëm, Jupiteri të thotë, unë jam këtu, do të rritesh, do të lulëzosh. Gjatë 29 ditëve të ardhshme, ky aspekt na jep mundësi të mëdha për sukses emocional, për shërim familjar, për progres në çdo projekt që ka të bëjë me zemrën. Është si të kesh një engjëll mbrojtës që të thotë, edhe nëse deti është i trazuar, unë do të çoj në breg të sigurt. Kjo është arsyeja pse kjo hënë e re, pavarësisht tensioneve, mbetet një dhuratë e madhe evolucioni. 5. Kalimi nga uji në zjarri vetëm pak orë pas hënës së re. Dhe tani vjen momenti më magjik i të gjithë ngjarjes, vetëm pak orë pas hënës së re, hëna kalon nga peshqit, ujit, kontemplacion, meditim, ëndërrim, drejt dashit, zjarr, veprim, impuls, fillim i ri. Është si të dalësh nga një meditim i thellë dhe të hapësh derën me një kërcim. Energjia ndryshon në një çast, nga heshtja në veprim, nga ëndra në realitet, nga pranimi në iniciativë. Ky kalim është një dhuratë e universit, na jep kohë për të reflektuar, por menjëherë na jep fuqinë për të vepruar. Është si të marrësh një frymë të thellë në det dhe pastaj të dalësh në sipërfaqe duke bërtitur, tani jam gati. Shfrytëzojeni këtë ndryshim për të marrë vendime të guximshme, por me urtësinë që ju dha peshqi. 6. Këshilla praktike për 29 ditët e ardhshme. Të dashur miq, me gjithë këtë energji intensive, këshilla ime është e qartë dhe e sinqertë, ruajeni qetësinë tuaj me çdo kusht. Mos lejoni që impulsiviteti i Marsit në dashi t'ju tërheqë në debate ose reagime të shpejta. Mbroni hapësirën tuaj emocionale. Bëni banjë me krip, meditoni, dëgjoni muzikë të butë. Kujdesuni për njerëzit që doni, një fjalë e ëmbël, një përqafim, një mesazh dashurie mund të shërojë shumë gjëra tani. Mos merrni vendime të mëdha kur ndiheni të turbull, prisni derisa hëna të kalojë në dashi dhe të qetësohet. Besoni te Jupiteri, çdo hap i vogël që bëni me zemër të pastër do të shpërblehet shumë fish. Përmbyllje, mesazhi final i kësaj hëne të re. Të dashur miq, kjo hënë e re në peshqit është një thirrje e bukur dhe e fuqishme. Lini pas të vjetrën, falni, çlironi, pastroni shpirtin. Pastaj, me zemër të lehtë dhe me besim të madh, përqafoni ndryshimin që vjen. Me Uranin që ju ndriçon, me Jupiterin që ju mbron dhe me kalimin e shpejt në zjarr, ju jeni gati për një cikël të ri plot dritë, dashuri dhe mrekulli. Faleminderit që ishit me mua në këtë udhëtim të thellë. Nëse kjo video ju preku, mos harroni të lini një like, të abonoheni dhe të ndani me miq që kanë nevojë për këtë mesazh shpirtëror. Na u takofshim në videon tjetër, deri atëherë, ruajeni qetësinë, dëgjoni zemrën dhe besoni te magjia e universit. Ju përqafoj me dritë të madhe.